Raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian, Riho Terras, fajsoi Këshillin Evropian dhe shtetet anëtare për zvarritjen e heqjes së masave ndaj Kosovës. Ndonse ai cilsoi si të padrejta masat, u shpreh se nuk mund të thotë se kur mund të hiqen ato. Kujtojmë se po bën gati 2 vite prej kur Kosovës janë vendosur masa nga Bashkimi Evropian, e të cilat pavarësisht thirrjeve brenda dhe jashtë vendit vazhdojnë të mos hiqen. Krerët e lartë kosovar Vjosa Osmani dhe Albin Kurti në çdo takim me personalitete të larta që vijnë nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kërkojnë që këto masa të hiqen një herë mirë. Së fundmi dhe raportuesi për Kosovën në Parlamentin Evropian ka përpiluar një raport duke kërkuar pikërisht të njëjtin gjë. Ish ushtaraku estonez që u përcaktua raportues për Kosovën në nëntor të vitit 2024, Riho Terras, tha se për zvarritjen e heqjes së masave duhet të fajsohet vetëm Këshilli Evropian, si dhe shtetet anëtare, të cilat duhet krijojnë një konsensus për heqjen e tyre. Se cilat janë ato vende që janë kundër heqjes së masave, Terras nuk u shpreh, por tha se janë emrat e zakonshëm. Ai nënvizoi se Parlamenti Evropian dhe Komiteti i Parlamentit Evropian për punë të jashtme kanë një shumicë shumë të fortë anëtarësh kundër masave që janë vendosur ndaj Kosovës, por nuk kanë në dorë heqjen e tyre.